Brenda 5 vjetëve të fundit, numri studentëve në universitetet publike dhe private në Kosovë është ulur për 32%. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2025, numri i përgjithshëm i studentëve është 64.817, ndërsa 5 vjet më parë ishte 95.335. Njohësi çështjeve të arsimit, Xhavet Rexhaj, thotë se shkaktarët kryesor të kësaj rënje lidhen me zhvillimet demografike dhe migrimin. Shqetësimi më i madh është në trendin demografik. Kosova ka një rënje edhe të natalitetit, të shtimit të popullatës, po në tjetrën anë ka dhe ikje të popullatës. Këto janë shqetësimet kryesore. Edhe tash këto shqetësime reflektohen edhe në arsimin e lartë, jo vetëm si numri i studentëve, po edhe si numri të diplomuarëve të ardhshëm. Sipas Rexhajt, përveç rënjes së numrit të studentëve, problem mbetet edhe mungesa e planifikimit institucional për përballimin e kësaj situate. Po më pikëllon që as qeveria, as partitë politike, as faktorët të tjerë nuk po e shohin këtë si problem të madh. E njëkohësisht, nëse flasim në sistemin arsimor, nuk po shoh që institucionet arsimore, as autoritetet, ministria e këto arsimore, nuk po marrin masa që nëse po bika numri studentëve, qëta mësimdhënës, është numri i njëjtë i mësimdhënësve, ç'është po përdoren të njëjtat fakulteteve. 50% ka rënë numri i studentëve, numri i mësimdhënësve i njëjtë. Unë nuk po shoh planifikim, as i përdorimit të stafit, as i përdorimit të objekteve, po as i trendeve të ardhshme dhe një planifikim se ka me orientu regjistrimet. Ai shton se mungesa e politikave të qarta shtetërore po e thellon edhe më tej këtë problem. Para, na duhet të themelu qeverinë, se s'kem qeveri. Ne njerëzit duhet me ofru perspektivë këtu në Kosovë. Ne, edhe universitetet, edhe ministria, edhe qeveria, duhet me i trajnu njerëzit që me ardhë jashtëja, kompanitë e jashtme, me investu në Kosovë e jo njerëzit me na dalë jashtë. Ka mundësi, por partitë politike, qeveritë, kushdo që të vjen tash, duhet me mendu për njerëzit më shumë. Gjatë 5 vjetëve të fundit, 21.000 nxënës më pak janë evidentuar edhe në përshkollat të Kosovës. Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave, në vitin shkollor 2020-2021 kanë qenë 229.664 nxënës, e në atë 2024-2025 208.515.